dhe nxënës pjesëmarrës. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë simpozium, i cili i kushtohet botimit të veprës së Charles Darwinit, Origjina e llojeve, me rastin e 165 vjetorit të botimit të saj. Vepra e Darwinit, veçanërisht Origjina e llojeve, themeloi ato që ne quajmë biologjia evolutive dhe natyrisht idet darwiniane të shprehura dhe në veprat e tjera hapën fusha të reja studimi në fushën e biologjisë. Pikërisht në kujtim të veprës së Charles Darwinit, ne kemi organizuar këtë simpozium për të diskutuar jo vetëm idet e shprehura në veprat e tij, por njëkohësisht dhe zbatimet në fusha të hapura të reja sipas ideve të Darwinit në drejtime të ndryshme të biologjisë. Me këtë rast, do desha të përshëndes profesor Nelson Çabein, i cili ka ardhur aposafat nga Shtetet e Bashkuara, ku ai vazhdon të punojë ende në fushën e teorisë së biologjisë dhe të botojë punimet e tija në Shtetet e Bashkuara. Njëkohësisht do desha të përshëndes, edhe pse nuk është i pranishëm, një tjetër pioner të biologjisë evolutive në Shqipëri, profesor Zyri Bajramin, i cili prej më shumë se 50 vjetësh e ka kthyer teorinë e evolucionit në një lëndë të veçantë në programet mosimore në shkencat e natyrës në Universitetin e Tiranës. Sigurisht do desha të përshëndes dhe kolegët e huaj që marrin pjesë në këtë simpozium online, doktor Peter Megrat dhe profesori asociuar Pablo Balato, si dhe kolegët e tjerë, të cilët me referimet e tyre do të pasurojnë këtë simpozium. Desha njëkohësisht me këtë rast të përshëndes dhe gjithë mbështetjen e administratës së Akademisë së Shkencave për organizimin e këtij simpoziumi. Atëherë, sipas programit, do të dëshiroja të jap fjalën kryetarit të Akademisë, akademik Skënder Gjinushit, për fjalën përshëndetse. Fjalën është e juaj. Mirëdita të gjithëve. Sigurisht dëshiroj së pari të përgëzoj komisionin për këtë iniciativë, për zhvillimin e këtij aktiviteti. Mjaft të rëndësishëm, sepse është rasti të përkujtohet botimi një vepre të madhe, por edhe për të ballafaquar tërë çka përjetuar kjo dhe si e ka lëvizur mendimin shkencor dhe ku jemi sot në duke mendimin krahasuar me mendimin modern. Sepse tashmë shkenca ka zhvilluar, ka mjaft të teknika të reja, gjenetika ka ecur përpara dhe këto kanë mundësuar pikërisht për të patur një ballafaqim më të mirë shkencor dhe një vizion më të mirë mbi këto. Dëshiroj të përgëzoj dhe të falenderoj profesorin për prezencën këtu dhe për kontributin që ka dhënë në këtë fushë, dhe ajo që bën më interesante këtë takim është pikërisht dhe fjala e profesorit, të cilën ne presim me kërshëri, ashtu si dhe dy kolegët e huaj që do flasin online, por dhe që do japin një kontribut të rëndësishëm në këtë drejtim. Sigurisht kjo bëhet me rastin e botimit të një nga veprave të cilat, si thosh, tronditën mendimin shkencor, nga më të debatueshmet, mund ta krahasosh domethënë si teoria e Big Bangut apo teoria e Einsteinit e relativitetit në fushat përkatëse. Dhe vetë fakti që është nga më të debatueshme do thotë është dhe nga një teori e guximshme, e cila tashmë sepse përpiqet të shpjegoj botën, të shpjegoj zhvillim, pra
si është krijuar njeriu, si ka evoluar, dhe gjithë shpresojnë tani që të evoluojmë akoma. Por tashmë kemi futur inteligjencën artificiale dhe me që kjo natyralja na ka zgënjur her pas here. Pra jemi por e parë këto teori tashmë në kushtet e reja, kur pikërisht inteligjenca artificiale bën çuditëra, patjetër që s'konkuron dot me njeriu, sepse është njeriu që ka krijuar. Dhe pavarësisht që sfida është e madhe, sepse po ta krahasosh është pak a shumë me kohën e revolucionit industrial, kur njerëzit u trembën se makineritë do i zvendçonin, por atëre konkurenca ishte fizike. Makineritë ishin më të fuqishme se njeriu. Tashmë inteligjenca artificiale na konkuron trurin. Por harrojmë që prapa ajo në fundit optimizon më të mirën e trurit të njeriu. Pra, rrjedhimisht do të ketë pa ato pasoja që pati dhe revolucioni industrial, që dha një hop të madh zhvillimit të njerëzimit. Kështu që trajtimi këtyre tema të rëndësishme ose botime të rëndësishme që kanë tronditur zhvillimin shkencor në fushën e biologjisë veçanërisht, është një domosdoshmëri sepse është dhe një rast për të trajtuar dhe temat e reja, pra të si shikohen ato sot. Kështu që unë ju uroj dhe falenderoj një gjithë pjesëmarrësit për kontributin, për pjesëmarrjen në këtë takim, shumë pozitive që marrin pjesë dhe shumë student, krahas dhe pedagogëve, profesorëve. I uroj edhe një profesorit mirëseardhjen dhe suksese zhvillimit të kësaj konferencë. Faleminderit, kryetar. Në vazhdim të programit, po ja kaloj fjalën akademik Neki Fraqërit për një prezantim të shkurtër në lidhje me teoritë darwiniane. Përshëndetje. Ma shkas nga kjo veprimtari për Darwinin, duke mos qenë specialist i fushës, të them pak fjalë për një problem që gjykoj që e kanë shkencat në përgjithësi sot, dhe që ndoshta mund të jetë më i dukshëm në rastin e Darwinit. Kemi një problem. Problemi është që në epokën e sotme kemi me gjithë zhvillimet më amëndse të shkencës edhe të teknologjisë, kemi një lulëzim të teorive antishkencore. Unë këtu kam renditur një numër të vogël. Janë teori që janë rrjedhimi mos kuptimit, po dhe i keq kuptimit, edhe i keq përdorimit të rezultateve të vetë shkencës. Janë fenomenë që shfaqen si në publikun e gjë, po në momentet caktuara edhe midis vetës ekspertëve. Për shembull, që prej 100 vjetësh midis fizikantëve ose një
pjesët fizikanëve të diskutohet a ekziston hëna. Një debat i fillua në fillimet e mekanikës kuantike, dhe që pata rastin ta dëgjoj para sa ditësh në një emision të radio-televizionit italian. Toka është e sheshtë dhe unë jam kurioz nga studentët e biologjisë janë këtu. A mundet dikush të më shpjegoj çfarë është Eratosteni? Askush? Një dietar grek 2500 vjet më parë llogariti perimetrin e tokës me një gabim rreth 100-200 kilometra. Me një eksperiment që mund të përsëritet edhe nga nxënësit e shkollës fillore. Por që unë nuk di që ndonjë mësuesit të shkojnë ndërmend që të ndërmarrë një eksperiment të tillë. Kemi në lidhje me ngojën globale. Të arrijnë që bujqësia prodhon karbon. Kolegët e fizikës edhe të kimisë në veçanti e dinë shumë mirë që asnjë proces kimik nuk mund të prodhojë karbon. Kemi qarkullim të karbonit dhe jo prodhim të karbonit. Por kaq mjafton që të krijojë një turbullirë jo të vogël. Dhe po kështu kemi dhe për teorinë e Darwinit. Para 2 vjetësh në Akademinë e zhvilluam një aktivitet për kujtimor për Darwinin. Dhe pikërisht ato kohë më vjen një mesazh. Dikush shprehte shqetësimin për debatet në internet për Darwinin dhe kërkonte që Akademia të prononcojë. Dhe e keqja është që është pikërisht zhvillimi maramëndës i shkencës dhe i teknologjisë që shkakton këtë lulëzim të teorive të antishkencore. Këtë objekt e ka në dorë shumica dëmuese e popullsisë të globit. E përdor për ditë, e përdor për të përhapur teoritë antishkencore. Dhe ironia është se këtu brenda është fshehur matematika, fizika, inxhinieria, kimia, gjeologjia, ndoshta edhe një pjesë e Darwinit është këtu brenda. Dhe për ta përmbledhur këtë element, kemi një thënie të kodëve të fundit nga Bill Gates, që i mirë i lik është një nga personët në që ka patur ndikim kolosal në zhvillimin e informatikës, i cili thot: kujtuam se interneti do i bënte njerëzit më të mençur. Përkundazi ndihmoi një masë kritike ignorantësh të gjenin njëri tjetrin. Dhe fizikantët e din shumë mirë çfarë do thotë masë kritike. Është ajo masë që rrezikon shpërthimin. Dhe sot në kësaj mase kritike e ignorantësh u japim dhe një diplomë ditorie me ChatGPT. Kështu që nuk duhet të na vijë habi që këto
këto përplasën se cilat vjena në shkencë dhe antishkencë sot të vinë jo duke u zbutur, por duke u forcuar. Të kthehemi tek Darwini. Po dalim në rrugë dhe të pyesim njerëzit çfarë dinë për Darwinin. Ndoshta përgjigja më shkencore që mund të marrim janë këto 3 pika. Bëri një udhëtim rreth botës, u ndriçua në Galapagos, shpiku njeriu vjet nga majmuni. Kjo është teoria e evolucionit. Problemi është që teoria e evolucionit nuk filloi në Galapagos. Në fakt, embrioni i teorisë e evolucionit ka me fillimet e vetë njerëzimit. Sepse historikisht njeriu e ka patur shqetësim problemin e trashëgimisë. Gjuetia, mund themi, është një ndër zanatet më të vjetra të njeriut. Në fakt është një nga zanati më i vjetër i botës së gjallë. Dhe gjuetarët profesionistë i dinë shumë mirë problemet e mbijetesës, përshtatjes me mjedisin, luftës për ekzistencë, pavarësisht se si i quajnë dhe në çfarë mënyre i trajtojnë. Po kështu kemi seleksionin, i cili fillon me të paktën me fillimet e bujqësisë, 10.000 vjet para. Një proces që njeriu e ka përdorur. Vim në epokën e zbulimeve të gjeografike. Kemi grumbullimin e një mase kolosale informacioni mbi kompleksitetin e jetës në tokë. Ndoshta një nga shembujt më piktoresk të këtij kompleksiteti e gjejmë tek një libër i publikuar nga një gjermano-holandeze në vitin 1705. Jemi 150 vjet para Darwinit. Dhe në sfond është dhënë një përmbledhje e disa prej vizatimeve, janë dhënë të zbehura, po të hyni në internet dhe gjeni librin e plot. Janë vizatime që do të nderonin çdo klasë biologjie. Dhe do kishin efekt ndoshta më të madh se sa posterat me zinxhirin e ADN-s. Kemi emra të dietarëve që ju i dini më mirë se unë. Kemi anatominë krahasuese. Kemi klasifikimin e specieve. Një pyetje tjetër për studentët e biologjisë. Sa për jush kanë lexuar romanin 20.000 lega në det të Jules Vernit? 1, 2, 3, 4. Thash për studentët. Thash për studentët sepse brezi i jon praktikisht është rritur me romanin e Jules Vernit. Kemi historinë e paleontologjisë që pavarësisht nga ku është themeluar si shkencë
zyrtare, po origjinën e ka në minerat e qymyrit. Dhe është pikërisht paleontologjia që është një kolon e përbashkët e gjeologjisë dhe evolucionit. Dhe për këtë arsye u thash në fillim që një pjesë e Darwinit është këtu brenda. Sepse po rëzuam Darwinin, kemi rëzuar paleontologjinë. Dhe po rëzuam paleontologjinë, është rëzuar gjysma e gjeologjisë, në veçanti ajo pjesë e gjeologjisë që merret me kërkimin e naftës dhe materialet plastike sot janë kryesisht nga nafta. Darwini nuk është i pari që flet për teorinë e evolucionit. Kemi Lamarckun që flet për teorinë e evolucionit. Është një Patrick Matthew, i cili ka një libër për industrinë e drurit. 20-30 vjet para Darwinit, ku në aneks përshkruan pikërisht teorinë e evolucionit. Kuptohet një libër që nga vetë natyra e tij me sa duket nuk pati përhapje dhe nuk pati efekt. Pa folur për Wallace, i cili mendim me të veta nga xhunglat e Indonezisë nuk ja dërgoi as shoqatës mbretërore, as në një gazete për ta publikuar, po ja dërgon pikërisht Darwinit. Koncepti është që teoria e evolucionit u kurorëzua në Galapagos dhe merita kolosale Darwinit që jo vetëm kuptoi rregullsinë në një sistem kaotik, por edhe mori guximin ta bëjë publik me zër të fortë, duke thyer shumë iluzione, duke krijuar shumë armiq që i ka sot e kësaj dite. Ku është, se thash në fillim që është për problem në përgjithësi për shkencën. Faktikisht ne sot në shkollë ku mësojmë studentët, nxënësit, po edhe kur komunikojmë me median, ne flasim për majën e shkencës, ku janë rezultatet e sotme të shkencës. Dhe harojmë që shkenca është si punë e icebergut, 1/9 është mbi ujë, 90 janë në ujë. Është historiku i zhvillimit të mendimit shkencor. Dhe për aq kohë sa ne nuk i komunikojmë nxënësve këtë element historik, në momentin që nxënësi do të tentojë të mendojë në mënyrë kritike për majën e icebergut, ai do i shkërmoj moqet në përdua. Me një shkurt, duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë historisë të shkencës dhe si është zhvilluar mendimi shkencor. Dhe për ta mbyllur një mesazh me dy fjalë, kujtoni Titanikun, i cili u mbyt pikërisht për shkakun e një icebergu. Faleminderit. Faleminderit, i nderuar koleg. Megjithëse na morët i çik më shumë kohë se kishim parashikuar, kështu që përpara se t'i kaloj fjalën profesor Nelsonit, do desha t'ju kujtoj të gjithë të tjerëve referuesve që të respektojmë çik
kohën, meqense se e kemi të përcaktuar, aq më tepër që kemi edhe kolegë online dhe në këtë mënyrë ju krijojmë dhe atyre probleme pasaj. Para se t'jap fjalën profesor Nelsonit, do desha t'ju jap edhe një informacion tjetër. Këtu në tryezën kryesore kemi një kopje shumë të vjetër të botimit Origjina e llojeve. Kopja e parë në frëngjisht e sjell thjesht në mënyrë për ta paraqitur këtu nga profesorët Mon Lajdëri, nga Universiteti Zonja Këshillit Mirë, që është një kopje e bibliotekës personale, por që është një nga kopjet më të vjetra të botimit në frëngjisht të librit Origjina e speceve. Profesor Nelsoni, e keni ju fjalën. Tani një pjesë e minutave më hangër nga parafolësi, unë nuk e dija që do ndodhte kështu. Më fali. Do mundohem ta shkurtoj. Falenderoj Akademinë e Shkencave, Komisionin e Biologjisë, Bujqësisë dhe Veterinarisë për ftesën dhe nderin që më bënë për të folur në këtë simpozium kushtuar 165 vjetorit të motimit për ardhes së llojeve. Kësaj vepre të madhe të krahasueshme vetëm me Devolutionibus Orbium Celestium, mbi rrotullimin e trupave qiellor të Kopernikut dhe me Philosophiae Naturalis Mathematica Principia të Newtonit. Përjardha e llojeve botuar nga shtëpia botuese John Murray në Londër në 24 nëntor 1859. Ajo përfaqëson revolucionin më të madh të gjitha kohëve në fushën e biologjisë. Dhe njëkohësisht një nga kthesat më të mëdha në historinë e shkencës, filozofisë dhe botkuptimit njerëzor. Në këtë përvjetor të botimit për ardhes së llojeve, nuk mund të lëmë pa përmendur dhe biologun bashkëdhetar të Darwinit, Alfred Russel Wallace, që paralel me Darwinin dhe pavarësisht prej tij zbuloi parimin e seleksionit natyror dhe i njohu me zëmërgjërësi Darwinit prioritetin e këtij zbulimi. Në këtë përvjetor, unë dua të shfrytëzoj rastin për të nderuar dhe kujtimin e kolegut dhe të profesorit tim, Bayazid Shehu, që më nxiti ta përktheja dhe ta botoja në shqip në vitin 1852 për ardhen e llojeve. Përkthimin e bëra nga botimi anglisht i vitit 1888, që ishte bazuar në botimin e përmirësuar të vitit 1872, varianti përfundimtar i Darwinit, ku ka ndryshime që për fat të keq nuk janë vënë re dhe nuk theksohen. Sepse botkuptimi i Darwinit, pikpamja e tij mbi evolucionin ka ndryshuar në mënyrë thelbësore, që me qëllim paqëmbyllim është fshehur dhe nga neodarwinizmi. Në atë botim Darwini jo vetëm u përgjigjet në këtë botimin e 1872, u përgjigjet jo vetëm kritikave të kohës që i kishin bërë veprës së tij, por ai bën edhe një kthes, si thua thot. Darwini thot, unë e kam nënvlerësuar, thot, atë ndryshimet e përcaktuara ose të drejtuara në të kaluarën. Pse arriti Darwini në këtë përfundim? Darwini arriti sepse u ndodh para të papriturave. Ajo që sot njohim si eksplozioni kambrian ose Big Bangu biologjik, është e tronditi Darwinin, e torturoi dhe Darwini thot në qofse unë nuk gjej një shpjegim për këtë, atëherë besoj mirë. Në qofse unë nuk dhe të shpjegim, tërë teoria ime bie. Në fakt, teoria e Darwinit nuk bie. Deri te Darwini, biologjia pati karakter përshkrues, përshkruante formën e bimëve
forme luleve, rënjeve, në përgjithësi morfologjinë e bimëve. Me Darwinin fillon biologjia shkakësore. Me Darwinin fillon të studiohen shkaqet, pse evolui bota. Deri te Darwini, se me Linneun arriti puna deri te klasifikimi. Në bazë të këtyre i parave morfologjike klasifikoi bimët. Darwini fillon të kërkoj shkaqet, ku janë shkaqet. Kjo është ajo merite e Darwinit, se para Darwinit, si që dim të gjithë, para Darwinit, bile në vitin që lindi Darwini, Lamarcku kishte botuar filosofinë zoologjike të tija, në të cilën thot njëte e kishte kristalizuar parimin jo të seleksionit veç, parimin e evolucionit, evoluojnë organizmat nga format më të ulta në format më të larta. Por Darwini arriti kërkoi në parim, dhe i gjeti në parim, shkaqet. Shkaqet pse lëviz. Gjithë që kishin bërë këta përpara, kishin ngelur atje. Kishin përshkruar ato që kishin parë. Darwini u mundua të gjente shkaqet. Idea e evolucion të llojeve nuk është e re siç thash. Domethënë, ajo ishte kristalizuar në vetë për në Lamarckut, pikërisht në vitin që lindi Darwini. Ajo që është harruar të Darwini, dhe që e ke mohuar të gjithën edhe, është se Darwini thotë, ne thomi që Darwini bështet të teorinë vetëm në ato ndryshimet e papërcaktuara, ndryshimet që ndodhin kuturu. Darwini thotë kështu. Nuk ka dyshim, se përdorimi në kafshët shtëpiake zmadhon disa pjesë dhe mas përdorimi zvoglon ato, se këto modifikime trashëgohen. Ne i keme mohuar të gjithë të shkollën. Këto. Ato që ndodhin mua, më zhvillua muskët mua, fjala vindë, nuk pasqyrojnë të fëmija im. Darwini e njihte edhe këtë formë. Ne sakatuam Darwinin. I la mirë në anë, ndryshimet e papërcaktuara, dhe atë ndryshimet, si thuash, përshtatëse të organizmit, nuk i mohuam. Vazhdojnë të mohohen edhe sot nga neodarwinizmi. Pak ose as pak është folur për evolucionin e pikpamjeve të Darwinit. Unë mund të them as pak, jo vetëm këtu, po kudo në botë. Në botimin e 1872, që është botimi përfundimtar i Darwinit, ishtë botimi përfundimtar, nuk ka ndruar në mendim Darwini. Në këtë botim, ka ndryshuar në mënyrë dramatike pikpamjen e tij rreth vendit dhe rolit të ndryshimeve të përcaktuara. Ndryshimet, si thuash, jo kuturu, të mutacioneve genike. Me fjalët e Darwinit, organizmat evoluan nëpërmjet veprimit direkt të kushteve, jo me ato kuture, direkt të kushteve, ose si që thot ai, definit. Termat anglisht ai përdor për të papërcaktuarat, këto mutacionale, indefinit. Kurse për këto që u kthye më vonë Darwini, thot këto indefinit. Do më në mënyrë figurative më themi, organizmi di që bën, jo që ti takoj, që hedh rasti. Që detyroi Darwinin, që 13 vjet pas votimit të parë të 1889-s, 1872 të ndryshoi qëndrim dhe të vlerësoi, do të them edhe në shprehjen e tij si e ka shprehur Darwini, dhe Darwini thotë që unë e kam vlerësuar nga padituria, thotë, rolin e ndryshimeve të përcaktuara. Pse ndodhi kjo? Ishte shfaqja e befasishme në një stres geologjike, në stresën e Kambrianit, rreth 530-520 milion vjet përpara. Darwini shikon se i dalin befas
dhe jo gradualisht. Po për një herë të gjitha llojet e kafshëve që kemi sot, 32 grupe të mëdha filja, dhe veç këtyre dalin edhe një 5-6 filja të tjera që janë zhdukur. Një Darwini, unë do të para kësaj shtirë, po të ishtin se kjo bazohet në ndryshimet e papërcaktuara ato kulturu, po i them unë turqisht, po këtë fjalë me që s'kemi tjetër random që përdorin të anglisht. Po të ishte me ato do t'i duaj kohë gjatë. Mirë, po shiko në kohë në atë periudhë, para 520 milion vjetësh, thuaj se nuk kishte një stazë evolucionare, delur në vend. Tani, unë besoj shumica njerëzve që janë këtu më njohin, dhe nuk do kem frikë se unë bas modestin. Në vitin 2004 unë botova një libër në Shtetet Bashkuara, Kontrolli nervor i zhvillimit embrional, anglisht. Në atë libër unë bëre dhe kam teksuar se absolutisht për gjitha organet tona, në embrion, në embriogenez, për gjitha organet tona nisin të fillojnë me sinjale që vinë nga sistemi nervor, konkretisht nga truri në organizmat e larta. Këto janë ato që quante Darwini ndryshime të përcaktuara. Do flasë më vonë që për këtë. Duke u mbështetur te ky eksplozioni kambrian, biolog të shquar amerikanë kryesisht, kanë theksuar se pas viteve 70, konkretisht Stephen Jay Gould, një nga biologët më të shquar të Amerikës, tha, neodarwinizmi ka vdekur. Pavarësisht se neodarwinizmi akoma ka establishmentin, ata kanë fuqinë. Por, koha po tregon se ata fuqia e tyre po bie çdo ditë. Rivlerësimi nga Darwini i ndryshimeve të drejtuara, ose nuk e kemi definit, thot ai, dhe rivlerësimi tyre, më poshtë që bëri Darwini, shënon një kthes të madhe shkencore dhe konceptuale. Këtë e bëri nga fundi jetës së tij 872. Për fat të keq, në kohën e tij, kjo u mohua nga biologët të shquar, duke përfshirë embriologun gjerman August Weismann, që e kemi kritikuar edhe me Vebol, por e kemi kritikuar në krah tjetër. Ai thoshte se ndryshimet që pësojmë gjatë jetës neve, mos t'i e krau fjalave, nuk mund të trashëgohet të fëmija im, të dalë fëmija im pa krah. Dhe ai e shpjegonte këtu me izolimin, si thua, të qelizave tona seksuale. Do me thë soma, thoshte ai, qelizat e trupit nuk influencojnë dot mbi qelizat seksuale. Por, sot ne vedim mirë, dhe ka studime të mos të në qindra, po 10 që tregojnë se po, soma çon sinjalet e saj në qelizat seksuale. Dhe se qelizat seksuale mbështetet në ato sinjale, dhe bën ato sinjale që si do të tregoj unë, organizmat e larta, si puna jonë, vine kryesisht nga sistemi nervor. Nuk dua të absolutizoj, të them vetëm nga sistemi nervor. Nuk dua ta tepëroj. Shumë shpejt triumfi i doktrinës darwiniane i kaloi kufit britanikë dhe u përqafua me entusiazm në gjithë Evropën kontinentale. Përhapsi dhe propagandusi më i madh i saj ishte biologu i madh gjerman Haeckel. Haeckelin të gjithë e njohin nga ai parimi
i famshëm nga maksima e tij se ontogeneza përsërit filogenezën në një farë mënyre, që sot kritikohet, por në shumë drejtime qëndron dhe është, si thua, një ide geniale. Edhe pse e kritikojmë, faleminderit. Dhe pse të kritikojmë në gjithë studimet tona, përdorim këtë figurë të Hegelit. Ne mbështetemi dhe themi që është personale, edhe pse e kritikojmë. Izolimi i pretenduar nga Weissmani i qelizave seksuale u quajt barjera e Weissmanit, sot është spartaluar, nuk ekziston më. Ka studimet pafund që tregojnë që qelizat somatike të trupit tonë influencojnë direkt mbi qelizat seksuale. Bile jashtë kësaj tekstit të du, mund të them edhe nëse ka veza për shembull, ose zigota, nëse ajo është e aftë të prodhojë një organizëm, nga një qelizë del një organizëm, marrë njeriu me 36 trilion qeliza, dhe me disa miliard qeliza, shumë miliard qeliza, kështu neurone në tru, ajo nuk është e genet a informacion. Genet nuk din të bëjnë asgjë përveç të sintetizojnë një proteinë. I qoftë se ka njëri që ditë më thotë që geni bën rregullon këtë tipar ose atë tipar ose ka sjell këtë evolucion. Jo. Unë kam kërkuar bollë dhe nuk kam gjetur asnjë shembull të një geni që ka prodhuar një ndryshim në rreth. A ndodhin ndryshime në genet? Genet e mia me të majmunit ndryshojnë fundet këndë, jo shumë, por ne kemi 1% me shimpanzen, ne si njerëz kemi 1% të geneve të ndryshëm. Por këta gene nuk janë ata që shkaktuan kalimin e divergimin e shimpanzes dhe njeriut nga pararësi i tyre i përbashkët. Këto gene janë zhvilluar, ose kanë dalë, gjatë kohës 7 milion vjetëve që nga koha e shkëputjes. Neve i dim sa të ralla janë mutacionet në genit, 1 në 1 milion. Dhe si mund të ndodhin këto, gjithë këto 1 milion, kështu, 1% e geneve tanë, që 1% i bie 2000, ose 200 gene tanët, të ndryshonin me njëherë gjatë shkëputjes së njeriut nga shimpanzea, këtë qartë që s'ka rol geni. Dhe unë do të përdor, jo shprehjen time, po do flas me një shprehje të një biologe shumë të madhe amerikane, Mary Jane West Eberhard, e cila në një artikull 2005 në revistën e Akademisë së Shkencave të Amerikës, shkruante genet nuk janë leaders, nuk janë udhëheqës, janë pasues, followers sot të ndryshimeve që ndodhin evolucionare. Domethënë, këto ndryshime që gjejmë ne të njeriu dhe majmuni sot kanë ndodhur, nuk janë shkak pse ne u shkëputëm nga ata, por janë pasojë e evolucionit të ndarë të njerëzve nga majmunët. Pak fjalë për darwinizmin, a një rrugë disa shtore. Duhet kombinuar ligjet e mendeliane të trashëgimisë. Mendeli, zbulimet e tij mbetën të panjohura, i bëri zbulimin e ligjeve, 3 ligjeve të tija, në 1865. Asnjëri nuk e kuptoi. Darwini thonë, mund ta ketë lexuar, mund të mos e ketë lexuar Mendeli, sa ai botoi në një revistë të thjesht në atë që e quajmë bërë në sot, bryj quhej atëherë, është në Slovakinë e sotme. Kështu që Mendeli i haruar. Në vitin 1900, në mënyrë në koincidencë shumë interesante, 3 studiues në 3 vende të ndryshme
Hugo de Vries në Holland, Karl Correns në Gjermani dhe Erich Cermak në Austri. Në mënyrë të pavarur nga njëri tjetër, pa ditur se punonin për këtë punë, të tre zbulojnë po ligjet e Mendelit dhe të tre njohin prioritetin këtij Mendelit. Duke bazuar në zbulimin e ligjeve të Mendelit nga këta tre autor, dhe edhe në punimet e shkollës gjenetike të Thomas Hunt Morganit në Amerikë, bazuar në këto nga vitet 30, një grup shkencëtarësh nga vendet të ndryshme, kryesisht britanikë, duke përfshirë nga këta britanikët statisticienin britanik, është edhe statisticien i shquar ky. Ronald Fisher, biologun britanik prap John Haldane dhe geneticienin amerikan Sewell Wright. Krijuan atë që sot e njohim si neodarvinizëm, që ka meritat shumë të mëdha, sepse nxiti studimet në fushën që do kërkojmë se deri te Mendeli edhe te këta që zbuluan me ligjet e Mendelit, puna ishte thjesht këta treguan ç'bëjnë genet, po si e bëjnë e ç'është geni, ose si shpreh një geneticien nga ata pionerët e parë të genetikës, danezi Wilhelm Johansen, në vitin 1909 ai thoshte, ne dim ç'bën geni, po ç'është nuk e dim. Nuk di ai baza materiale. Domethënë, ç'është geni si molekulë. Kjo ka një histori të gjatë që dini të gjithë, kaloi nëpër ato zbulimin e Everit me shok gjatë luftës së dytë botërore, që panë, kemi një substancë këtu në plagët e ushtarëve, në këto thanë, që ka këto që përmban një acid deoksiribonukleik. Por, edhe thanë që është substancë trashëgimore, po çfarë është kjo? Cila është struktura e tij? U desh në vitin 1000 e dim të gjithë, edhe nga gazetat, se ishin dy autorë në mënyrë të papritur, nuk e priste njeri që këta të rinj pa eksperiencë, ndërkohë që bota prit se Linus Pauling, dhe ai kishte botuar një artikull që zbulova strukturën e DNA-t, vitin 53, shikoj dikush orën. Në vitin 53, këta dy çuna të rinj të quhen, një Amerikan dhe një Ingles, James Watsoni dhe Francis Harry Compton Crick, zbuluan strukturën e DNA-t me shumë rrezike. Kanë qenë gati të përjashtonin nga laboratori i Cavendishit në Cambridge. E botuan suksesi dihet. Një nga dy sukseset më të mëdha të luftës të shekullit të 20 shkencore. Mekanika kuantike dhe zbulimi i strukturës së genit. Edhe pse ekzistenca e ndryshimeve evolucionare të palidhura me një ndryshim mutacional, ndryshimeve evolucionare, ndryshon pa ndryshuar geni. Bile, sot dihet kjo, sot flitet për çantën e veglave genetike. Çanta e veglave genetike na tregon, domethënë që të gjitha organizmat që nga drosofila e deri bile që nga krimbi më i vogël i njohur, Caenorhabditis elegansi, e deri te njeriu përdorim themelisht të njëjtat gene. Dhe si shprehet Sean Carroll, nuk është puna e geneve, është puna e asaj që ai e quan koreografi e geneve. Me të njëjtë me ato gene mund të bësh shumë gjëra të tjera. Domethënë nëse ndryshon një organizëm nga një tjetër, jo vetëm le një pjesë kështu me fjalë. Jo vetëm kalim nga një lloj në tjetër, por dhe kalimet e mëdha, tranzicionet e mëdha nga një qelizore te shumë qelizoret, nga organizmat
simetri, si që janë sfungjerët dhe plakozant, të knidarët që kanë simetri rezore vetëm, dhe nga knidarët me simetri rezore që kaluan të bilateralet, si që jemi neve, dhe që përbëjnë mbi 95% të llojeve të njohura në tokë sot, të gjitha këto kanë ndodhur, ose të paktën mund të thuhet e sigurt është kjo, që asnjëri s'ka thënë por këtu s'kishim këtë gen dhe doli ky geni tjetër që kaluan këtu. Të gjitha këto janë bërë pa ndryshime në genet. Jo vetëm kalimin nga një lloj te tjetri, por kalimin në këto grupe të mëdha. Bërë pa ndryshime. Po më thënë, pikpamja neodarwiniste se evolucioni bazohet në mutacionet e geneve, unë të paktën. Jo se ka në një tjetër këtu që mund të di një rast të më thotë. Unë nuk di në një rast. Por ky gen shkaktoi dalje të këtij genit solli këtë organ të ri. Unë nuk di. Po si sjell këto ndryshime të mëdha, do të flas më vonë. Ka. Po s'bëjnë të genet? Jo. Genet sjellin sëmundje. Që në 1903, mjeku anglez Sir Archibald Garrett zbuloi ato që i quante sëmundje të lindura të metabolizmit. Sëmundje për shembull, unë lind me një defekt në hemoglobinë. Ajo mund të më ndihmojë mua se më shpëton nga malaria, po më shkakton probleme të tjera të anemisë. Po sëmundje të këtilla të njeriu një rreth 1000 sot. Po nuk këto s'kan të bëjnë me evolucionin darwinian, të kalimit nga format më të ulta në format më të larta. Janë komplet të ndryshme. Pse? Sepse geni s'di gjë tjetër të bëjë veç të rregullojë një molekull, ta prish ose ta ndreq një mutacion në genet. Në dua shkurt edhe këtë. Ne në organizmin tonë, në çdo qelizë kemi të njëjtat gene. Që nga neuroni deri te qeliza muskulore, deri te qelizat e organeve të tjera, dihet, është një genom. Por, që bën këtë genomë, pse genoma e vezës prodhon organizmin të genoma e muskulit nuk prodhon. Nuk prodhon dot njeri. Pse klonimi u bë me vezë? Mund të marrësh bërthamën e çdo qelize, t'ia futësh vezës, e bën ajo, e nxjerrove. Po ta futësh te një qelizë tjetër, nuk prodhon. Atëherë këtu del që veza ka diçka. Ne e dim çka veza. Shkurtimisht ju e dini. Veza ka faktorët citoplazmik, ose informacion, jo genetik, jo geni. Faktorët citoplazmik të lokalizuar dhe këta faktorë citoplazmik rregullohen, nuk hidhen në ato prap uturu, po them turqisht, në vezë. Jo, ata të vendosura rigorozisht në pozicione të saktuara. Një ndryshim i pozicionit edhe eksperimentalisht të një prej këtyre faktorëve, bikoidit, një lloj geni atje, po të mos zëj pozicionin që i duhet në pjesën e përparme të vezës, organizmi nuk zhvillohet ngec. Po kush i rregullon këto kush i fut në këtë rregull, kush ajo dorë që i fut, se këto janë mira faktorë citoplazmik. Okej. Edhe me që kolla ka kaluar pa dyru këtë, me po kemi rast të tjera të flasim. Okej, faleminderit të gjithëve.
Faleminderit profesor për leksionin shumë interesant. Jeni i mirëpritur dhe në të gjitha rastet e tjera që ne do të organizojmë në lidhje me, jo vetëm me teoritë darwiniane, por dhe me drejtimet tjera biologjisë. Dhe tashi në vazhdim të programit, më lejoni që fjalën t'ja kaloj doktor Peter Megrath, të cilin e kemi në linjë online. Dear Peter, the floor is yours. Okay, thank you very much, and greetings from Trieste in Italy. Thank you to the organizers for inviting me to speak at this conference. Just give me one moment to share my screen and we'll get going. Can you confirm that you can see my slides? Okay. Okay, all good. Thank you. Okay, so like I said, thank you for the invitation for this conference on Charles Darwin and modern thought. And I was asked specifically to speak on the influence of Darwin's thinking on modern science education and science diplomacy. These are two aspects that we are active in here in Trieste from the perspective of IAP, the Inter-Academy Partnership, of which the Albanian Academy is an active member. We have a science education program. And actually, I'm just back from a meeting from that last night, so that's why I was unable to travel to join you in person these days. And of course, in TWAS, the World Academy of Sciences, we have an active science diplomacy program. So I'm going to touch on these two aspects and how I think they relate to the life and work of Charles Darwin. Okay, so first of all, a little about me. I am a biologist, a zoologist. I graduated from the University in Glasgow in 1984 in entomology and parasitology, a degree called agricultural zoology. And then I went on to do my PhD on the transmission of a virus of barley and other cereals called barley yellow dwarf virus, transmission by aphids or green flies. So a little bit of epidemiology, a little bit of virology, but mostly some entomology. I then did 10 years postdoc in the UK and the USA, again studying insect transmission of plant viruses. And I actually, before joining TWAS in 2003, I had 6 years experience as a science journalist, a science writer. So quite a diverse career, if you like. I joined IAP in 2013. I'd just like to point out one of the papers, my personal favorite paper that I produced in those postdoc days, it goes back to 1995, was this one on the transmission of tomato leaf curl Gemini viruses by the whitefly. You see the whitefly on the left, Bemisia tabaci, and the effects of virus isolate and vector biotype. So essentially, the virus of tomatoes here occurs in different forms in India and Africa, for example. And as we were starting to analyze the virus, my work was to start to look at the whiteflies themselves. And we were doing cross infections, if you like. So an African whitefly with an Indian virus and vice versa, an Indian whitefly with an African virus. And we were also looking at how to distinguish with using molecular biology, the different kinds of whiteflies, because they all look exactly the same. And perhaps not surprisingly, we found that the Indian whitefly transmitted very well the Indian virus, but not so well the African virus. And vice versa, the African whitefly transmitted the African virus very well, but not so well the Indian virus.
So we think this is a form of co-evolution amongst the whitefly and the different virus variants. So just to add that Darwinian explanation to some of the work I did in the past. Let me move on to IAP. It's the global network of academies of science, medicine, and engineering. We have 150 member academies divided into 4 regional networks for the Americas, Europe, Africa, and Asia. And we estimate that amongst our 150 academies, we have access to 30,000 leading scientists, engineers, and health professionals in over 100 countries. As you see in the bottom right, we started a science education program in 2003. And this program is really trying to go through our academy members to promote the concept of inquiry-based science education. So this you might have heard of in other ways. It can be called hands-on science education or learning by doing. And essentially, the children are encouraged to design and carry out experiments and come to their own conclusions, as a scientist would do, sort of more guided by the teacher, but having them go through the scientific process and understand how science works rather than just learning by rote. That probably many of us went through that system. And very quickly, TWAS. It is an Academy of Sciences hosted here in Trieste. TWAS itself has more than 1,400 elected fellows from 112 countries. And the critical point about TWAS is that most of the members, 84%, come from developing nations. Otherwise, they are from the global north, but they must be individuals whose work has had a significant impact in the south. And TWAS has a number of programs aimed at building scientific capacity in the south, research grants, PhD fellowships, and so on. In 2011, TWAS launched a science diplomacy program, and I was charged with developing that. Since then, we've organized 19 training workshops featuring 771 participants from 111 countries. So I'll now come back to the next phase to talk about how IAP and science education and TWAS and science diplomacy touch on the work of Darwin. So you see here from the symposium description, it's talking about how our efforts over the years are tied into the foundations of evolutionary biology, including modern biological sciences such as ecology, molecular biology, genetics, and psychology, as originally presented by Darwin in his Origin of the Species. So as I said, let me touch on science education and science diplomacy, taking this description into account. Going back to 2006, very relevant, I think, also to what I understood of the first presentation this morning. IAP produced a statement on the teaching of evolution. IAP statements are prepared by a group of experts, but are only released once more than 50% of our member academies actually endorse the statement. So they really have the strength of the academies behind the text of the statement. This one, as I said, released in 2006, received over 65 endorsements. And I'm happy to note that the Albanian Academy of Sciences was amongst those who endorsed this statement. Since then, we've gone on to produce, you see the document on the left, a sort of fully referenced discourse on the case for inquiry-based science education, how and why it works. I think this is a very important document. We will be producing a shorter policy brief version of this so that we can
try and get this message to the politicians, to the ministries of education, and so on. And then we've produced guides, if you like. The other two documents you see here. The central one is from the Asia region, the one on the right, produced by an African Academy of Sciences. How to take this inquiry-based science education into the classroom. And I think there are good examples that we can all use in these two publications. But I think my personal favorite production from our science education program is this concept of working with big ideas of science education. So as science develops and expands, more and more information, we know more and more about our universe, but how do we decide what we teach our school children? You know, they can't possibly learn everything. They can't possibly keep up with everything. So we tackled this and came up with 10 big ideas of science. For example, the first one, big idea number one, is that all matter in the universe is made of very small particles. And as well, we came up with 4 big ideas about science. Again, relevant to Darwin, I think, and modern Darwinism. Big idea number 14 is that scientific explanations, theories, and models are those that best fit the evidence available at a particular time. And for each of these 10 plus 4 big ideas, the book outlines the sort of understanding and the knowledge that children of different age groups, 5 to 7, 7 to 11, and so on, we think they should sort of know and understand. So it is quite a well-structured book, and I recommend it's available in various languages too. And just to move on to big ideas 8, 9, and 10, these are really the ones focusing on the life sciences. Big idea number 8, organisms require a supply of energy and materials for which they often depend on or compete with other organisms. See if I can move. So big idea number 9, genetic information is passed down from one generation of organisms to another. Of course, Darwin wasn't aware of genetics as such, and certainly DNA and genes were discovered much later. But I think his thinking tells us that he knew there was some information being passed from generation to generation. And then big idea number 10, the diversity of organisms living and extinct is the result of evolution. So of course, Darwin's idea becomes the main context of this particular big idea. In the science education program too, we're working with the Smithsonian Science Education Center. And I just want to highlight here a few of what we call community teaching guides that we have been produced. These are produced by the science education experts of the Smithsonian, but using experts that we find and identify through our member academies. And again, biodiversity, biotechnology in particular, I think would be of interest to this audience. So let me move on to the science diplomacy aspect. And many of you perhaps are wondering what exactly is science diplomacy. It's a term it's a concept that has been in action for hundreds of years, actually. But the term itself was only really coalesced into a definition following a workshop by the Royal Society and the American Association for the Advancement of Science, AAAS, through a workshop in 2009, and this publication that came out shortly afterwards in 2010. And it came up with this 3-pillar definition of science in diplomacy, science for diplomacy, and diplomacy for science. I'm not going to go into the details of these and the differences between them, but just to say that science in diplomacy, for example, is the contribution of science to
major international treaties and congresses, for example. So the Paris Climate Agreement or the Montreal Protocol that limits the use of certain chemicals to protect the ozone layer. These would never have been possible without the scientific knowledge that was fed into those diplomatic discussions to eventually arrive at those, international agreements. There's also a second definition you may come across if you dig deeper into science diplomacy, but other definitions exist. This second definition was proposed by Peter Gluckman, currently the president of the International Science Council, but he wrote this when he was the science advisor to the Prime Minister of New Zealand. And you can think of this definition as sort of a nation's soft power, using science as a soft power. And that plays out in these three-level definition about actions designed to directly advance a country's national lead. So you use your science as a soft power to advance your own needs. But of course, we don't live in a world where only our own interests are important. So we have cross-border interests, so we can use science diplomacy on scientific issues. Maybe it's sharing a river or an aquifer that needs to be addressed. So there are cross-border interests. And then there are actions designed to meet global needs and challenges. And the example of the climate change or the ozone hole that I just gave fit here as well. So what have we done in TWAS, and especially what have we done, thinking through the lens of Charles Darwin and his influence in the biosciences? So as I mentioned, we've organized since 2011, 19 different workshops, mostly here in Trieste, but also going out through some of our regional partners in South Africa, in Egypt, and so on, in Brazil. And we were focused in the beginning really on training young scientists from developing countries. But we were challenged by our donors. It was the Swedish government funding, say, but how are these young scientists actually going back to their countries and connecting with policymakers using their science diplomacy training in an active way? So we came up with this idea of inviting participant pairs. So people would apply as a pair, one early career researcher and a policymaker, and they would come to the course and take the course together. And the aim of this is to create a better understanding between the scientific and diplomatic communities, and to sort of build better connections at the national level. And you can see just in the image on the right, a particular workshop that we did earlier this year on biosecurity. This was March earlier this year. We did this with the Biological Weapons Convention and ICGEB, also here in Trieste, the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology. So following on with this, part of the workshops that we do, I think the part that is mostly enjoyed by the participant are role-playing negotiation exercises, where each participant takes on the role of a science advisor or somebody involved in international discussions, trying to come to a common understanding and a common agreement on a science-based challenge. This particular workshop with the Bioweapons Convention, for example, the participants were challenged to design a multi-sectoral response operation addressing a disease outbreak with an unknown origin. In our other workshops, we have a particular role-playing exercise
where the participants must use scientific advice, in this case biotechnology, to protect an endangered species from poaching and illegal trade. So you see the international aspects come in with this illegal trade and international agreements on trade in endangered species and so on. And in this case, it was poaching going on in a forest where the border between the two countries was very porous. The photo here was taken in Thailand because I went in August to present this also in Thailand. And the participants here actually found a display in a science fair of the endangered species in question. This, in case you don't recognize it, is a pangolin. It's one of the most illegally traded animals on the planet, especially for the false medical claims of the qualities of its scales. Science diplomacy can also take place not necessarily between nations or nation states. Sometimes there are contentious issues that nations can't agree on. And that's where organizations such as IAP and its network of academies and the experts we can call on can be brought in to carry out what we call track 2 science diplomacy. So this is non-state actors using conflict resolution tactics to lower the anger or tension or fear that exists between conflicting groups, conflicting nations. Now, we've had a long relationship with IAP in the Biological and Toxin Weapons Convention, which effectively bans the development, production, and use of biological and toxin weapons. The Bioweapons Convention does not actually have a scientific advisory body. It just was not conceived in the original agreement that one would be needed. But obviously, as science, as biotechnology has advanced with GMOs, with CRISPR, with synthetic biology, all these other things, the need for this scientific advisory body has arisen. The problem is, how might it actually work and function? How can the countries in the Bioweapons Convention agree on a structure for such an advisory body? They've been discussing this for several years now and come up with a possible mechanism. And this is where IAP stepped in the last 2023-24 to undertake a proof of concept exercise on this proposed mechanism. To run this proof of concept exercise, we decided to tackle this question on the possible impact of artificial intelligence on biosecurity and international cooperation in the BWC. I'm sure you're aware that AI has become, everywhere these days. We're all thinking about it in one way or another. And the use of AI in the biosciences is obviously gaining traction, but what effect does this have on biosecurity? So this is what we were trying to analyze using the structure of the proposed scientific advisory board mechanism for the BWC. And I think we were quite successful. We came up with these two reports. The one on the left might be of more interest to those in the audience here. And this is let's say, the technical report, the one that looks at how IA and biosecurity combine together to produce potential harmful effects, or also, what's more important, beneficial effects for how we progress with biosciences in medicine, in agriculture, and elsewhere. The report on the right is more a procedural report on how the proposed mechanism for the advisory board was being followed and how effective we thought it was. But both reports are available on our line, and we hope to be presenting these in Geneva at
the next meeting of the Biological Weapons Convention in December. So there's our Track 2 diplomacy now being presented to the member states of the Biological Weapons Convention. Okay, so I hope I've managed to explain that academies of science can be important contributors to science diplomacy actions. For example, by providing science advice and recommendations to inform national policy at the national level, but also at regional and what IEP does at the global level. And it's important for this to act as, independent, credible organizations. And this idea has been described as being the honest broker. There's a book here on the right by Roger Pielke. I'll explain a little bit what Pielke was getting at when he talked about the honest broker. So in this aspect, scientists need training in science diplomacy and the understanding of political context or international discussions and conventions. It's very difficult, for example, for us to invite a person to the workshops I've just described and for them to get engaged if they don't understand the Biological Weapons Convention and its implications. So we tried to identify scientists who already were aware of the different aspects of the convention. But vice versa, again, policymakers and diplomats need a greater understanding of science and how the scientific process works. And this brings me back, I think, to the big ideas of science education that I mentioned. It's not only for school children, but I think we need to do a greater effort towards science literacy for the public and especially for policymakers. And we need to make those connections nationally and internationally between the scientific and the diplomatic or policymaking communities. And this is what our participant pairs model in our science diplomacy workshop is trying to produce. Okay, so coming back to Pielke's book, he identified 4 types of scientists. The honest broker, which is, I think, I've explained where I think the academies fit, are the ones that really the policymakers want to hear from. They are the ones that clarify choices, explain the science, provide evidence for and against different options being considered, and maybe make recommendations based on these pros and cons. And Pielke also identified a kind of scientist who is an issue advocate, who makes a case for one policy or another, who really pushes you have to do this, you have to do this. And this can be a little biased. They may be right, but sometimes, in other cases, they may be cherry picking the evidence, so you need to be a little bit careful. Then there is the science arbiter. So this is somebody, a politician may call up a trusted scientist and ask him or her questions, and the scientist will answer the questions, but he would not go into the part of making recommendations or even giving options as such to the politician. He would just simply answer the questions, and it's up to the policymaker, the decision maker, to decide what he does with those factual answers. And then I think we come to the 4th type of scientist that Pielke identified, and this is where I think Darwin would sit. So this is the pure scientist. This is someone who stays distant from the decision-making processes. They make his or her scientific available in a passive way, by publishing in the scientific literature, by presenting at the Academy of Science, the Royal Society. We all know Darwin presented there, but he or she is not really concerned with how or even if the information is used by policymakers. Yes, for me, I don't think Darwin was one to interact with government agencies and so on. He was much more content studying what he studied and making the results of his studies available to his peers. And I think
for me, Darwin would be classed under this classification of Pilk as a pure scientist. But having said that, of course, Darwin's work paved the way for genetics and molecular biology. And if that is true, it also created the need for the establishment of the Biological Weapons Convention and the need for science diplomacy in this context, amongst other contexts. So I leave you there with this photo that was taken at the Royal Society in London. And thank you for listening. You will be welcome in our symposiums here in our Academy of Sciences. Thank you again. Tashi po e kaloj fjalën kolegu tjetër nga Italia, profesori i asociuar Paolo Ballato, nga Universiteti i Romës, i cili do të prezantoj temën From Deep Oceans to High Mountains, 250 million years of Earth's amazing transformation. Paolo, the floor is yours. Hi, everyone. I'm trying to share. All right. Can you see my screen? All right. Okay, first of all, I would like to thank the organizers for having me here. And when I received this invitation, I thought about talking about the evolution of the Earth's surface. But after looking at the program, I thought, okay, maybe I could provide some additional flowers to the symposium by changing slightly my title and talking explicitly about Darwin. And therefore, I changed my title from Deep Oceans to High Mountains, the vision of Charles Darwin and his contribution to geology. And why that? Because Darwin, of course, is one of the most influenced scientists ever, and is known for his milestone work. But before writing that, as a natural scientist, he spent some time looking at different processes, including geological processes. And maybe that was one of his first aspirations. You can see here we have a document from his notebook, 1838, and he clearly defines himself a geologist. I, a geologist, have ill-defined notion of land covered with ocean, former animals, slow forces, cracking surface, and truly poetical. That means that he was aware that geology at that time had several black holes, but he was looking at that with a poetical vision, and he was happy to contribute somehow to fill these gaps. But let's first try to understand how Darwin arrived to geology. So Darwin was a son of a medical doctor, Robert Darwin, and we know that when he was very young, about this age or slightly older, he started looking at pebbles, for example, and he wanted to know the story of each single pebble. And he commented that in his autobiography as one of his early geological aspirations. But the father wanted him to become a doctor, and therefore he went to the University of Edinburgh. And we have to say that he received a very unconventional education for a scientist, because he didn't really like to become a doctor. And during that time, he followed different classes, including a class of geology of Robert J. Jameson, which is very well known in the University of Edinburgh, because it was one of the first that started collecting a lot of rocks and minerals, and it had a big collection at the end of his career. However, Darwin didn't like Jameson,
And he said, these lectures are very boring. And you can see here, never as long as I live to read a book on geology and in any way to study the science. So basically, this experience in Edinburgh didn't really shape a natural scientist. But this happened later because his father didn't like Charles Darwin, studying, but not in a very prolific way. And he said, okay, if you don't want to become a doctor, then you will become a priest or someone that deal with religion. And therefore, he was sent to study theology at Cambridge. In that case, it was very fast. In 3 years, he ended the study, less than 3 years. But during those days, he got in touch with some natural scientists. And one was the geologist Adam Sedgwick. And in 1831, so a few months before the Beagle trip, he had a chance to have a 3 weeks field trip with Sedgwick, and he found it super exciting. And during that time, he also had the possibility to get in touch with the books and discoveries of Alexander von Humboldt. And he was very fascinated by the idea of traveling like Alexander von Humboldt and visiting new places. But to be successful, you need to have some luck. You need to be the right man in the right place at the right time. And this happened to Darwin because Darwin got to know John Enslow, which was later a professor of botany and geology at Cambridge. At that time, he was a young researcher. And Enslow was a close friend of Darwin. And he got to know that a certain Captain Robert Fitzroy, the captain of the second expedition of the Beagle, was looking for a gentleman, not really a scientist, a gentleman, because Fitzroy knew that the trip was going to be very long, and during the first trip, the captain suicide. He killed himself in the Terra del Fuego in Patagonia, and therefore he didn't want to end up like him. And he asked to his friends, can you please recommend me someone, a gentleman, well-educated, that could have a different conversation with me? Charles Darwin actually was candidate number 3, but the first 2 candidates gave up and he became candidate number 1. And as soon, and this of course is the beginning of the adventure with the Beagle, the second voyage of the Beagle. What was the goal of the voyage? Any kind of scientific exploration of uncharted territories. So any kind of exploration dealing with geology, with biology. They were also measuring, for example, a full grid of longitude. They were doing some survey of the depth of the seafloor. So any kind of scientific survey. Before starting, when they started the trip, actually, Fitzroy gave to Darwin a very fresh book because it was published in 1830. It was the first volume of the Principle of Geology of Charles Lyell, which is a fundamental book for modern geology. Because at that time, there was a debate. On one side, you had people that believed in catastrophism, so everything, the earth was shaped through violent manifestation, and people that were linked to gradualism. So everything is happening, but slowly and in a gradual way. During his career, Charles Lyell also had some bizarre ideas about evolution, but this then later on he refused this idea. He changed his mind, and here there is a satiric image that was done in this way, where Charles Lyell is the picture as a dinosaurs that is teaching to these fellow dinosaurs the geology, and you see that here there is a human skulls. So because he was thinking that at certain point the dinosaurs will come back, the human will extinguish, and there will be several cycles of this. But then he abandoned that idea. But I found very nice this picture. That's why I'm presenting it. Anyway, during the voyage, which lasted 5 years, Darwin wrote about 1,383 pages about geology, so his personal notes. Concerning plants and animals, you see much less. So almost 80% of his pages, of his notes, were about geology.
So he was very much involved in geology at that time. And he was astonished when he read the book, The Principle of Geology, because during his first stop that we will see now, this is the trip, his first stop was in Cape Verde. Later on, he went across South America and then Pacific Ocean, Indian Ocean, Australia, Oceania, and then back again. And you see that he didn't go back from Africa to England. He went back to Brazil again to repeat the longitudinal measurements and then went back to Europe. And so I was saying the first stop, one of the first stop, no, actually was the first one, because they were supposed to stop in Canary Island, but due to severe weather conditions, they didn't. So they just stopped to Cape Verde. And there, this is a note from one of his publications. He noticed a very interesting thing, because he saw some ancient volcanic layer, and then some fossiliferous strata, and then another volcanic layer. And then he said, why do we have this layer, B layer of fossils in between at an elevations of few meters? This means that the land has been uplifting. And therefore, this uplift happening probably very gradually, as described by the book of Lyell. And this was very intriguing for him. You see, the whole island has been upheaved. And it was so exciting that he wrote to the sister that he couldn't sleep for nights. And at the end of this stop in Cape Verde, he also wrote, I might perhaps write a book on the geology of the various countries visited. And this made me thrill with delight. So you can see that he was very much involved in geology. And afterward, he went in South America, and you can see that he spent a lot of time going forth and back in Patagonia, but also he had several inland trips that are marked here with the orange arrow. And he also noticed there that there was something about vertical movement, because here, this is a sketch of his publication. You can see that we have several flat surfaces. These flat surfaces contain deposits, marine deposits with fossils, but he found these fossils at different elevation. So again, this document uplift of the surface. And he wrote that he was very surprised because he could follow these marine terraces for almost 1,000 kilometers. And they were always at the same elevation. And he could recognize distinct terraces. So this was very surprising. This shows that we have this uplift at a very large scale. So for 1,000 kilometers, it's all the same processes happening. During his trips, he's also had these inland excursion or expeditions, and he produced some geological cross sections. What are these? So you see the black line on top, it's the topography. And then underneath we have these colors. All colors correspond to rocks. And it was one of the first producing these cross sections in South America. And in fact, he wrote, okay, they are imperfect, I know that, but they possess some interest because they were the first documents of the geology of South America. And after that, he went through the Tierra del Fuego and he arrived in Chile. And when he was in Chile, he experienced a very strong earthquake. And this is probably what he could have seen, he could have found at that time, because the area was also struck by another earthquake in 2010. Do you see the upper photograph? There's a wide area that is underwater. Now look at this photograph, the lowermost photograph, right after the earthquake. You see that there is an area that now is exposed to the surface. It's above the sea level. So this has been uplifted during the earthquake. So you recognize that we can have also pulses of uplift, not necessarily gradual uplift. And these pulses can be associated with earthquakes. And actually, during those days, Captain Fitzroy measured the uplift because they have some nautic chart. And they find out that in this specific area I'm showing, Isla Santa Maria in Chile, they had almost 3 meters of uplift. And this is a sketch from a recent scientific paper.
And you see they actually present the uplift associated with that movement, that earthquake, 1835, of about 3 meters. And this is the uplift that occurred afterward with the 2010 earthquake. So you can see these vertical movements that you recognize are exactly the movement that we are measuring in these days to understand how earthquakes work. Well, after the Chile, he moved to Galapagos, but this is another piece of history, and colleague biologists, we talk about that. And after that, he went through the Pacific Island, where he had a chance to visit the Coral Reef Islands. And again, he did a very interesting observation, because right now we had looked at upward movement. There, he could appreciate also the downward movements. How that? So this is a atoll. This is the original picture, the original, drawing of Charles Darwin. And this is the reality, the present day from satellite. So you can see he could recognize this perfectly rounded or sub-rounded shape, and he made some description, and he said, you see here, the whole circle has been converted to land, which is rather rare. It doesn't happen so often. And then we recognize other shapes. For example, this one. Here we are in Bora Bora. So this is the satellite picture. This is a perspective view here. And then we have his sketch. So the sketch was done from the top of the volcano. So he went up. This is the old volcano. And then he did the sketch. And again, he described that and say that we do have a volcano in the middle, and then again we see the reef on the side, and again with palm trees, and so there is a emerging land. And all these observations were used to elaborate a theory, which is the most accepted theory about how coral reef island form, and is the following. So let's start from the lowermost cartoon. In the lowermost cartoon, you can see a volcano. Then you have this horizontal line. This is the sea level. And you have corals that are growing very close to the sea level. So what happened now if we have a downward movement of the volcano? So the volcano goes down, the surface goes down. So the corals will grow and fill the space up to the surface of the sea. And therefore, they're growing vertically. And if these configuration continue, then you will have, for example, here you see you have a volcano like in Bora Bora, and then on the side some lagoon, and then here you have the land. And if it continues, then you will have the complete overgrowth of the corals on top of the volcano. So you will go to this situation here, the uppermost drawing, where you do see an atoll with the lagoon in the middle, and then all the coral buildings and the part which is emerging here with palm trees. And to do that, we need to have subsidence. So the coral quickly grew upward, and the volcano experienced slow subsidence. Well, this is one of the last observation of Darwin as geologist I'm bringing in this presentation, because afterward, a complete trip again went to Brazil, I was mentioning, and then to England. When he arrived to England for a few years, he became the secretary of the Geological Society of London. So he was heavily involved in geology, as you can see. And he had this until 1841. Actually, during those years, he also presented his idea at a conference in London of the Geological Society in 1838. And he brought his vision, which was basically a global synthesis of crustal evolution under this gradualist approach. But in those years, the debate was very severe, was very hard between catastrophist and gradualist. So it didn't really add anything to the debate. But he spent those years writing his discoveries. And for example, the diary of the book of the trip, the voyage of the Beagle, was published in 1839. It was a part of 3 volumes, and Darwin wrote the 3rd volume.
But afterward, he reissued only the third volume and he changed the title. So the original title was Voyage of Adventure and Beagle, and the new title was Journal of Researches. And later on, it has been transformed by publishers in the Voyage of the Beagle. So if you want to know and read about the voyage of Darwin, you need to buy the book, The Voyage of the Beagle. And also, he spent his time writing the geological discoveries he had. For example, one book published in 1842 is The Structure and Distribution of Coral Reef. And in 1844, he wrote Geological Observation and the Volcanic Islands visited during the voyage of the HMS Beagle. And finally, in 1846, Geological Observation of South America. So you can see that from 1831 to 1846, 15 years, he spent most of his time dealing with geological processes. But afterward, of course, everything he has done afterward, he published is seminal and milestone work, and everything has been obliterated. So very few people remember now what Darwin has done before, and are mostly geologists probably, or people that are interested in history of science. And I would like to leave you with the possible thought that Darwin probably had after all this geological observation, because all this geological observation brought probably an idea, or at least some people that think that brought to him an idea. And the idea is that if the Earth's surface can survive to these profound modifications over time scale, long time scale, then life has to be the same. Then life has to adapt and has to survive to the ever-changing environment that is the Earth's surface. And with this last slide, I would like to thank you for your attention. Thank you, Paulo, for your very interesting presentation and the interesting information you offered. Thank you again. Thanks for inviting. Enjoy the conference. Tashi, pjesën e dytë të simpoziumit do ta vazhdojmë mbas një pushimi të shkurtër, sa për të pushuar pak dhe për të marrë një kafe.